Vëllezër e motra, disa herë në Kur'anin fisnik përmendet rasti i një pejgamberit të veçantë, pejgamberit të Zotit, Hazreti Zekerias a.s., i cili gjithnjë e luste Allahun që t'i falte një djalë, një fëmijë. Në lutjen e tij, ndër të tjerash kërkonte dhe thoshte: "O Zoti im, gruaja ime është që nuk lind, pra është sterile. Andaj më dhuro nga ana jote një pasardhës, një evlat, një fëmijë." Në surën Maryam ajeti 5. Edhe përkundër bindjes së tij, si pejgamber që ishte i bindur për pengesat që kishte se gruaja e tij është që nuk lind, pra që është sterile, ai sërish kërkonte dhe e dëshironte një djalë, sikur besonte se Allahu do t'i adhuronte një djalë. Nuk ka se si të mos habitemi dhe të çuditemi nga kjo bindje e Zekerias, një pejgamberit të Zotit, i cili e lut Allahun xhaleshanu që t'i dhuroj fëmijë, edhe pse në lutjen e tij tregohet për një pengesë, vetë e përmend pengesën, e cila e pamundson pranimin e lutjes, respektivisht plotësimin e saj. Megjithatë, bindja dhe siguria e tij në Allahun xhaleshanu nuk përshkruhet dot, nuk mund të imagjinohet. Andaj dhe nga Zoti mori këtë përgjigje: "O Zekeria, ne po të japim lajmin e mirë për një djalë që do të quhet Yahya. Askujt nuk ja kemi dhënë këtë emër më parë, përpara ti." Surja Maryam ajeti 7. Allah, subhanallah. Shihni dhuratën e madhe, lutja ju pranua, pejgamberi i Zotit pra përgëzohet me një djalë, me një fëmijë që kaq shumë vite e kërkonte dhe e luste Allahun, dhe jo vetëm, por edhe me një emër që askush përpara tij nuk e kishte bartër apo nuk e kishte pasur. Kur njeriu i lutet, pra kërkon nga Allahu, ai tregon dobësinë e tij, kurse Allahu xhaleshanuhu e tregon fuqinë e tij. Ne e lutim Zotin dhe tregojmë dobësinë tonë, mirë po e tregojmë edhe fuqinë e Allahu xhaleshanuhu. Andaj, dije se me një bindje të vërtet, pra yakin, dhe me një lutje të sinqert, do të marrish atë për çfarë u lute. Dëshirat do të plotësohen inshallah dhe furnizimi do të vi nga nuk e pret, nga nuk të shkon mendja, pavarësisht shkaqeve, pengesave që mendon se mund të jenë si shkak apo pengesë për mos realizimin e asaj që e kërkon.